nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot në platformën digjitale Okult për të trajtuar një temë e cila ka të bëjë vjen nga lartësia, por dhe me ditët moderne. Bëhet fjalë për luftrat e Peloponezit, i quajmë luftra sepse ishin për një periudhë të gjatë nga viti 431 dhe në vitin 404 bëhet fjalë për luftra 27 për një numër të madh luftrash për 27 vitesh, ku më në fund spartanët e lidhjes Peloponezit pushtuan që ishte lidhja toksore, pushtuan lidhjen vendin kryesor të lidhjes së Delosit ose lidhja e vendeve detare dhe ishujve me në krye Athinën, ku spartanët mundën Athinën. Bëhet fjalë lufta e Peloponezit dhe ngjashmëritë dhe mësimet e saj universale për epokat moderne të historisë. Por para se të fillojmë këtë emision, do dëshiroja të falenderoja sponsorët e emisionit tanë, të cilët ndihmojnë në realizimin e këtij podcasti. Falenderojmë ujin Lajthiza, i cili përveç se ujit kohët e fundit, siç e dini, vjen dhe me disa produkte të reja, si aranxhat, limonad, dhe me lengje të tjera, të cilat me lëndë energjike, oks, të cilat janë shumë cilësore të bëra me ujin Lajthiza dhe janë mallra zvendësues shumë të mirë për ato emrat e mëdha që ju keni dëgjuar dhe keni njohur, madje bën edhe një lloj premium cola. Faleminderit Lajthiza, faleminderit Ajri. Falenderojmë gjithashtu kompaninë Bioenergji 77, e cila zgjedh produkte që mbështesin mirëqendjen natyrale. Këtu kemi vajin e farave të kajsisë të përzier me ar koloidal. Këtu kemi argjent koloidal dhe këtu kemi germanium koloidal 77, eliksir i energjisë së pastër, të cilat përdoren për shëndetin tuaj, duke përdorur mjekësinë alternative 100% me produkte organike. Këtë biznes e gjeni në Kodra e Diellit në Tiranë dhe ka numrin 069 33 37 729, të gjithë ata që janë të interesuar. Gjithashtu falenderojmë Alpsi, kompaninë e sigurimeve me mbi 20 vite përvojë në treg, e fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve të besueshme për individët dhe bizneset. Ajo ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Falenderojmë gjithashtu dhe bujtinën Adoro, e cila ndodhet në Fierzë, në Fierzë të Tropojës, e cila është një bujtinë e shkëlqyer të gjithë ata që miqtë e mi që besojnë ke fjala ime, duhet ta vizitojnë bujtinën Adora, pasi nuk do të ngelen të zhgënjyer, do të maniten me bukuritë, sepse do bëjnë dhe shëtitje me motoskap në për lumenjtë që ndodhen në këtë zonë të Shqipërisë, dhe unë për vete me miqtë e mi kemi shkuar dhe jemi kënaqur jashtëzakonisht me bukuritë manitëse të Tropojës në këtë pjesë të saj. Për më shumë, kush do kontakt mund të na shkruaj ne këtu në podcast, ose mund të googloj dhe ty direkt në kontakt me bujtinën Adora. Pra, si që thamë, sot do të flasim për luftrat e
Peloponezit dhe mësimet e saj në kohët moderne deri në ditët e sotme. Lufta e Peloponezit bëhet dhe libri sidomos i Tukiditit studiohet në shkollat kryesore ushtarake, ku studiohet historia e luftrave detare dhe toksore që janë bërë në këtë kohë. Gjithashtu, është për të theksuar një fitore e madhe e Athinës gjatë luftrave të Peloponezit me Spartën, ku u kapën rreth 4.000 ushtarë Europë nga Spartanët, dhe Athina në atë që quhet Betejë e Pilosit siguroi një fitore të madhe në vitin 427 në betejën e Pilosit, dhe në vitin 425 bëri betejën e Sirakuzës disa vjeçare, ku Sirakuza është siç e lija e sotme, ku Sparta ishte aleate me Sirakuzën dhe i shkaktuan humbje të mëdha Athinasve, e cila humbi gjysmën e flotës së saj në këto beteja, dhe humbi dhe rreth ose i zun rop rreth 40.000 ushtarë, të cilët u shitën më pas si sklever. Një ngjarje pikete e rëndësishme gjatë luftrave të Peloponezit në Greqinë e lashtë ishte edhe revolucioni Kerkyrës, i cili ka ngjashmëri të mëdha me revolucionin borgjes francez apo me revolucionin bolshevik. Ka qenë një revolucion 7 ditor, ku demosi apo njerëzit e varfër paprona të mëdha u lidhen me Athinasit gjatë luftës së Peloponezit, ndërsa aristokratët u lidhen me Spartën. Kanë qenë ngjarje ku babai ka vrarë fëmijët e vet, apo në për tempuj ku hyn aristokratët për t'u fshehur pas një ekzekutimi të një numri të madh aristokratësh, rreth 1.500 veta prej demosit, ka pasur shumë shkatërim dhe gjakderdhje. Çdo gjë që ka ndodhur në kohët moderne mos kujtoni se nuk ka ndodhur në kohët e mëparshme. Madje këto ngjarje kanë ndodhur dhe me Fenikasit rreth 200 vjet më mbrapa nga kjo kohë, ku demosi apo njerëzit e varfër u ngritën kundër aristokratëve dhe ushtrisë së tyre, ku kanë shkuar dhe kanë ngulur në hunjë duke u prerë kokat shumë gjeneralëve, derisa më në fund Asdrubali arriti të fitoi luftën, të nënshtroi të gjithë njerëzit e thjeshtë dhe të varfër dhe të vendosë diktaturën për një farë kohe. Tukiditi jetoi për të parë qytetin e tij Athinën të rënuar, dhe në fakt ai shkroi historinë e këtij rënimi me librin e tij Lufta e Peloponezit. Emrat e personave apo të vendeve në këtë libër nuk janë shumë të rëndësishëm. Për shembull, nuk ka shumë rëndësi nëse Aristogjeni, djali i Agamemnonit, udhëtoi në Atikë apo më shumë në Beoti, sepse Tukiditi na i tregon këto me hollësi. 90% e librit përbëhet nga lista gjenealogjike dhe shpjegime gjeografike, të cilat kanë një rëndësi për studiuesit skrupuloz dhe që merren me detaje të caktuara nga gjeografia apo nga etnitë dhe fiset e ndryshme që kanë qenë të përfshira në atë kohë në tregimet e Tukiditit në këtë libër. Ndikimi i Tukiditit për të gjithë ata që nuk kanë interes shumë të hollësishëm për këtë
Tek ata që lexojnë, sidomos ata që të rinj që mësojnë greqishten apo latinishten, ndikimi i Tukididit gjatë gjithë jetës së tyre do të ngelet në një mas 15 apo 20% nga vepra e tij në kujtesën e tyre, duke ju lënë një informacion në lidhje me forcat që janë përplasur dhe mënyrën se si është luftuar. Përfshirja e të huajve në këtë luftë, siç kanë qenë persët, të cilët ndihmuan spartanët të ngrinin një flotë të fuqishme nëpërmjet të cilës ata arritën të mposhnin athinasit, t'i pushtonin dhe t'u vinin atyre 30 satrapët, të cilët qeverisnin vendin, qeverisnin Athinën dhe nuk lejonin rënien e vendit në anarki, duke pasur parasysh atë që ndodhi në Korkyr ose në Korfuzin e sotëm. Përdorimi i librit Tukiditit duke na ofruar paralele nga lashtësia, nga koha kur ai tregon se çfarë ka ndodhur, duke i bërë ngjarjet e asaj kohe universale me ngjarjet e ngjashme të kohëve moderne, të cilat do t'i përmendim këtu dhe do t'i cekim. Gjatë luftës së Peloponezit, dihet që Athina ran në një epidemi kolere ku vdiq dhe buri mirëquar i saj Perikliu, i cili e lavdëronte Athinën për hapjen e saj, për liberalizmin e saj, për lejimin e futjes së tuajve dhe për dhënien e mundësisë për t'u pasuruar të çdo njeriu të thjesht, po të zot dhe të varfër, që të arrinte një status shumë të lartë. Siç e përshkruan Tukiditi, duke cituar Perikliun, ai thotë se ne jemi të kundërt me ngjashmëritë që kanë trakët me brejnë, të cilët nuk lejojnë futjen e tuajve, madje dhe kur luftojnë me ta, i vrasin edhe me fëmijë dhe me gra dhe me pleq, madje dhe kafshët e tyre, që ishte një shenjë barbarie, gjë të cilën e bëjnë edhe sot gjuishët në luftrat që kanë me armiqtë e tyre në lindjen e mesme. Në këtë libër ka paralele që mund të ngjasin me Athinën, Spartën, Persin, mund të ngjasin sot, shembull nga lufta e dytë botërore, rusët, gjermanët, britanikët, ku ashtu si persët bashkëpunuan me armiqtë e tyre spartan kundër një armiku më të madh që ishin athinasit, ashtu siç bëri Britania, e cila bashkëpunoi me armikun e tyre rusët kundër një armiku më të madh dhe më të egër që ishin gjermanët. Pra, asnjë gjë e re nuk kanë në këtë diell. Megjithse Tukiditi pretendon, dhe shumë njerëz janë dakord me këtë ide, se ai është shumë objektiv në tregimin e ngjarjeve, Tukiditi që Athinjot, dhe ka qenë vetë një luftëtar në luftrat e Peloponezit kundër spartanëve, përsëri duhet kuptojmë që libri i tij, sado objektiv që duket, është shikuar nga këndvështrimi i një athinasi. Shumë, duke nisur nga datat, shumë ngjarje të Biblës që kthehen dhe në kohën e luftës së Trojës, shfrytëzojnë edhe burimet që sjell Tukiditi në ngjarjet që ato tregojnë,
pasi dihet që Bibla është shkruar shumë më vonë se historia e Tukiditit, ngjarjet janë më të vjetra, ashtu si Omeri ka shkruar librat e tij mbi luftën e Trojës rreth 580 vjet mbrapa këtyre ngjarjeve. Amerika duket se ka të përbashkëta me Athinën, por Athina ndoshta ka të përbashkëta më shumë me Gjermaninë naziste si një shtet shtypës dhe ku spartanët pretendonin se ishin çlirimtar dhe ngjasin me sovjetikët ose me britanikët mbas luftës së dytë botërore në Gjermani. Dhe siç u thash, ngjarjet tjera si revolucioni korkyrës ngjan me revolucionin francez ose me revolucionin bolshevik. Këtu idhen poshtë dy gënjeshtra, se bolshevizmi është një fenomen modern i panjohur në botën e lashtë ose revolucioni francez, dhe se liberalizmi gjithashtu është një fenomen modern i panjohur në botën e lashtë. Në fakt, këto të dyja kanë ekzistuar duke qenë shumë të dalluara nga njëra tjetra. Sigurisht, të gjithë ata që lexojnë ngjarjet që kanë bërë bolshevikët nuk mund të mos ndjejnë neveri për ta. Do të flasim pak për ekspeditën e Sirakuzës dhe shkatrimi i Siçelisë, siç u thash, në vitin 427 nga lufta mes Athinasve ose lidhjes së Delosit me Siçelin, me Sirakuzën, e cila ishte aleate dhe u ndihmua nga spartanët dhe i shkaktoi një dështim të madh, e cila solli më pas rënimin dhe rënien e Athinës. Ekspedita në Sirakuzë tregon disa gjëra. Ata që këshillojnë luftën në përgjithësi janë të gabuar. Çdo luftë e ndjekur mbi baza populiste ka të ngjarë që të përfundojë keq. Dhe një luftë, nëse do vendoset të zhvillohet, duhet zhvillohet shpejt në vend që të zhvillohet me kujdes. Nëse Athinasit do ta kishin sulmuar me shpejtësi Sirakuzën, ata me siguri do të kishin realizuar një fitore. Ose nëse pas fitores së Pilos, siç u thash, me spartanët, ku Athina siguroi një fitore të madhe, do të kishin rënë dakord për një anëpushim, Athina nuk do të kishte falimentuar. Athinasit, nëse nuk do të kishin shkuar në Sirakuzë, do të kishin qenë më të sigurt pas fitores së Pilos. Dhe nëse do të duhet të shkonin në Sirakuzë, duhet ta kishin bërë këtë me një forcë më të madhe. Dhe nëse do të shkonin me forcë më të vogël, duhet të kishin sulmuar me njëherë. Dhe nëse do të hezitonin apo do të kishin frikë, ata duhet të ishin të rrequr me njëherë mbrapa nga kjo luftë të cilën ata e humbën. E ngjashme me katastrofën e Athinasve në Siçili, që i tregon Tukiditi në luftën e Peloponezit, janë të ngjashme dy katastrofa tjera të mëdha, është katastrofa e Napoleonit në Rusi dhe katastrofa e Hitlerit në Rusi. Në rastin e parë të luftës së Napoleonit, kjo luftë ishte me dobët dhe me keqe se ajo e Hitlerit, ku ky i fundit siguroi fitore më të mëdha, duke e parë nga një këndvështrim strategjik. Në shekullin e 19, Napoleoni nuk do të kishte vuajtur shumë duke luftuar në mbrojtje, në vend që të sulmonte si zhveri kundër rusëve, sepse ai nuk kishte problem furnizime të tilla që kishte nevojë Hitleri, siç është nafta, pasi në atë kohë lëvizeshe fizikisht me kuaj dhe më kemë.
të gjitha manovrat ushtarake bëheshin vetëm në këtë mënyrë. Hitleri, duke u përballur me një krizë energjetike në vitin 1941, duhet t'i shtypte rusët shpejt ose të përballej me ofensivën e tyre për të kapur Rumaninë dhe për të lënë makinerinë luftarake të Hitlerit pa karburant. Ajo dije që rusët po planifikonin një ofensivë kundër Gjermanisë, pasi avionët e tyre ishin në kufi dhe jo në thellësi të prapavijës. Nuk mund të themi që Hitleri nuk mësoi gjë nga luftrat e Peloponezit apo nga luftrat e Napoleonit, pasi siç u thash, ai fitoi shumë më tepër fitore se sa Napoleoni. Napoleoni u mund vetëm nga disa element pa u përballur kur me rusët, pra u mund nga rrethanat e motit, nga timri i ashpër dhe i egër dhe nga ndërprerja e prapavijave. Hitleri në fakt u mund nga sovjetikët, të cilët sulmonin me një ushtri të madhe të ndihmuar nga britanikët dhe amerikanët, dhe Hitleri në fakt pati më shumë vështirësi dhe megjithatë qëndroi shumë gjatë në front me shanse më të mëdha përfitore se sa Napoleoni, duke kuptuar një gabim katastrofik që mund të humbte gjithçka nga tërheqja ashtu siç ndodhi në të vërtetë. Le të flasim pak për romancën dhe pragmatizmin dhe krahasimin e luftrave me një marrëdhënie dashurore midis një çifti, një burri dhe një grua të dashuruar. Çështja e aleancave dhe e mercenarëve që merren në luftë është trajtuar shumë herë. Spartanët në fakt kanë pasur frikë nga rebelimi i sklevërve të tyre që ishin eliotët ose populatat e pushtuara nga Sparta në Lakont dhe në territoret në kufijt e tyre në Pelopones. Dhe Athina u përpoq shumë të frymëzonte revoltën e sklevërve të cilët punonin tokat e spartanëve, ndërsa spartanët stërviteshin. Helotët pra u përpoq Athina të rebelonte dhe er pas here ja arriti suksesit dhe shumë helot u lidhen me Athinasit, madje një pjesë e madhe prej tyre u larguan nga Sparta dhe u vendosën në Athinë, ku ata ndjeni veten të lirë dhe me shanse të barabarta për të ecur përpara në jetën e tyre në krahasim me trajtimin që ju bënte Sparta. Edhe Athinasit u përballën me shumë revolta nga mercenarët që ata kishin rekrutuar për të qenë pjesë e ushtrisë së tyre në luftrat e Peloponezit. Dhe shpeshherë këta mercenarë i kishin braktisur. Në qoftë se do të kishte mundësi që Athina të bënte një ushtri patriotike ashtu siç e kishte Sparta, kjo do të ishte superiore ndaj një ushtrie mercenare. Ashtu si në romancë, edhe në luftë ka dy dashuri, dy strategji. Të sigurosh dashurinë me anë të avantazhit material, që shëndos edhe sot, shpeshherë njëri nga pjesëtarët në çift në një marrëdhënie, në romancë, priret shumë
në qoftë se tjetri ka një bazë materiale më të mirë nga ajo e tia dhe kjo lakmohet nga tjetri. E dyta është ta sigurosh dashurinë me anë të besnikërisë dhe dëshirave iracionale, siç janë seksi apo krijimi i familiaritetit dhe i marrëdhënieve shpirtërore. Burri karizmatik në romans siguron dashurinë përmes fjalëve dhe veprave të tij, duke frymëzuar dashuri sepse ai kështu bëhet i admirueshëm nga pala tjetër. Në mënyrë të ngjashme, një udhëheqës karizmatik në betejë nuk mund të ofrojë trupave të tij avantazhe materiale, por ai fiton dashurinë dhe besnikërinë e tyre të përjetshme. Burri praktik gjithashtu përdor aftësitë materiale dhe shkencën për të siguruar vëmendjen e grave ose për të siguruar shërbimin e një ushtrie, pra këndvështrimit tjetër mbi bazën e botës materiale. Në këtë drejtim, spartanët ishin më romantikët dhe më karizmatikët, ndërsa persët më praktikët. Tendenca e Tukiditit është të ndjejnë neveri ndaj praktikës apo qasjes mbi bazën e botës materiale dhe të admirojnë romancën mbi lidhjet shpirtërore dhe mbi tërheqjen seksuale që krijohet në një romancë. Baza e perandorisë athinase bazohej në rezistencën e tyre dhe në luftën e tyre ndaj dominimit persian, i cili nuk ishte praktik, por romantik, mbi ato i shpjegova më përpara. Fakti që athinasit vinë për të shtypur në shtetasit e tyre, është ajo që i bën grekët t'i përçmojnë ata dhe t'i përshëndesin spartanët si çlirimtar. Generali spartan Brasidas ja doli mbanë sepse kushtet e tij ishin të moderuara dhe të respektueshme. Kur ai pushtonte një zonë, ai premtonte pavarësi dhe liri në vendet e lidhjes së Delosit, në vend të nënshtrimit dhe të mizorisë. Dhe kjo është një fushë krahasimi me Napoleonin dhe Hitlerin. Pushtimi i Evropës nga Napoleoni përfshinte prapjen e lirisë, ndërsa dhe të revolucioneve për atë shprehjen liri, barazi, vllazëri që ishte simboli ose slogani kryesor i revolucionit borgjes francez, i cili përfundoi me epokën e Napoleonit. Pushtimi i Evropës nga Hitleri sillte nënshtrim. Liberalizmi ka anën e tij praktike në kuptimin që lejon marrjen dhe mbajtjen e territoreve me më pak luftë, sepse është më tërheqës për banorët. Pasi këto territore të qetësohen, ato mund të trajtohen më vonë pak më me kujdes. Edhe sot, liberalizmi kërkon t'i paraqesë të gjitha vendet e botës si një bashkim gjikant tregtie dhe pune, në të cilin çdo punëtor dhe biznes mund të operojë përtej kufive pa kufizime. Kjo është ajo që quhet globalizëm apo perëndimorizim në pikpamjen kulturore, në pikpamjen gjenetike dhe materiale. Le të flasim pak për termin kufit e hapur, që është trajtuar ke lufta e Peloponezit dhe ngjashmëritë e këtyre këndvështrimeve dhe politikave të ndryshme në dy
fuqitë kryesore të luftës së Peloponezit me kohët moderne. Ka shumë njerëz që mendojnë se politika e kufive apo dyerve të hapura është më e mira duke u parë nga një perspektivë globale. Me karakteristikat e natyrës së brejnëve dhe amishve, këto dy grupe bëjnë të gjitha gjërat për të realizuar suksesin e popullsive të tyre. Amerika mund të shihet si Athina dhe Kina sot mund të shihet si Sparta. Në qoftë se femrat afrikane në moshën 35 vjeç do të lejoheshin të hynin në Amerikë dhe për shembull të hynin në një numër prej 200 milion frymësh dhe të bëhej njëjta gjë me burrat kinez në moshën 40 vjeç dhe të futeshin dhe ata 200.000 nga kjo racë e verdhë aziatike. Dhe në qoftë se së bashku këto dy popullata do të jetonin në një territor, në një çati, në qytete migrimit të vendosura për shembull diku afër në zona në territore të gjera, Shtetet e Bashkuara siç është Kansasi, në fushat të hapura të Kansasit, shtremi për këto popullata do të paguaj nga çmimi i hyrjes së tyre, pra ata do të paguanin që do të lejoheshin të hynin. Dhe këta 400 milion që do të jetonin në Kansas mund të përhapen më pas diku tjetër në varësi të dëshirave të tyre, por përqendrimi i tyre do të ishte këtu dhe do të nxiste një martesë midis burrave aziatik dhe grave afrikane. Pra ky do të bëjë një fenomen dhe do të përhapej duke prodhuar një brez të dytë të përzier që për shembull do të ishte një ngjashëm me këto popullatat e Madagaskarit, ku janë të përziera më shumë raca e verdhë me racën e zezë. Por të privosh Kinën nga të rinjtë, që të ishte 200.000 persona, 200 milion persona, falni, do të thotë të dobësosh fuqinë e saj ushtarake, ndërsa ti mohonje Afrikës 200 milion gra të reja, do të thoshte të mohonje fuqinë e saj demografike dhe në këtë mënyrë Kina do të mbetej e pambrojtur dhe Afrika pa rritje të numrit të popullsisë. Duke i përqendruar të dyja këto në këtë model, të dyja këto me këtë numër popullsie në Kansas, do të rezultonte në fakt një lindshmëri e ulët për shkak të papajtueshmërisë së burrave kinez me gratë afrikane dhe në gjeneratën e dytë do të ulej numri prej 400 milion banorësh. Amerika mund ta përdorte në këtë rast fuqinë e saj ekonomike si një rrjet të artë, sipas këtij modeli që dham, për të shkatruar armiqtë e saj pa pasur nevojë për të bërë luftë. Por është edhe plani tjetër me mbylljen e kufive, gjë që do të rriste numrin e afrikanëve dhe do të forconte, duke qenë afrikanët në Afrikë, do të rritej numri i afrikanëve dhe do të forconte vendosmërinë e kinezëve dhe do ta bënte botën armiqësore dhe të papranueshme ndaj kolonizimit perëndimor. Nëse do të realizohej plani i parë, Afrika do të shpopulloj brenda 40 viteve dhe do të shndrohej në një shkretë të tirë
të lirë dhe të zbrazët nga të rinjt të pjekur për kolonizim. Kina do të haste probleme të ngjashme, megjithëse mund t'i trajtonte ato më me mençuri problemet pra, me anë të ndërhyrjes qeveritare në moment të caktuar duke kufizuar emigracionin. Pra, në këtë luftë me Shtetet e Bashkuara ose këtij vendi të ngjashëm me Athinën dhe një vendi të ngjashëm me Spartën, siç është Kina, do të ishte më fitimpruse zbrazja e kontinenteve, pra Afrikës dhe Azisë, dhe pas kësaj ato do të dobësoheshin dhe do të kolonizoheshin nën teoritë e globalizmit, më shumë se sa nga mbyllja e kufive dhe lufta që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i kolonizuar këto dy kontinente të cilat do të kishin një potencial demografik më të madh. Këto koncepte racore zbehen nëse marrim në konsiderat mundësitë e ofruar nga shkenca për të krijuar raca të reja superiore ndaj çdo race që ekziston aktualisht. Nëse është kështu, propozimi ka dhe përdorimet e veta në çuarjen përpara të përparimeve të shkencës nëpërmjet paqes dhe prosperitetit. Pra, nuk ka asnjë arsye në këtë rast për të bërë luftë me Kinën apo përgatitje për të realizuar një nga rastet që përmendëm më lart. Dhe athinasit duhet të kishin ndërmarrë sipas këtyre shembujve që analizuam një strategji të ngjashme. Të trajtonin gjithmonë degët e tyre në mënyrë të butë dhe e dyta të eksportonin kulturën athinase dhe e treta të ruanin supremacinë financiare të perandorisë athinase dhe e katra kështu të shmangnin konfliktin e drejt për drejt me lidhjen e Peloponezit të drejtuar nga Sparta. Romakët gjithashtu bën përpjekje dhe krijuan një perandori që ndoqi disa nga këto rregulla, por pra të hapjes, por në raste të veçanta romakët ndoqën edhe një linjë të ashpër dhe të dhunshme kundër të huajve. Romakët u shkatruan nga sklevrit e tyre, nga sirianët, gjermanët dhe në fakt kjo është edhe pak e debatueshme. Por më shumë ajo u shkatrua sipas shumë studiuesve prej gjermanëve. Kjo na çon të analizojmë çështjen e kushtetutës së romakëve, athinasve, amerikanëve. Çfarë vlere ka prapja e ligjeve, kulturës, zakoneve ose gjuhës nëse nuk vjen bashkë me të dhe siguria e patriotizmit përmes prejardhjes dhe racës? Po sikur të gjithë të flasin anglisht, çfarë do të ndodhte nëse kjo nuk i shërben zgjerimit të anglosaksonëve? Kush ka rezultuar më mirë? Nazistët që kërkonin të shkatronin slavët dhe të kolonizonin ata, apo anglezët të cilët nuk e kolonizuan kur armikun e tyre, Gjermaninë, por e liberalizuan ata. Gjermanët humbën territor dhe numër të konsiderueshëm, kurse anglezët u zgjeruan. Kjo mund të pranohet nëse i shohim britanikët si të përfshirë dhe të absorbuar edhe këta nga ana e amerikanëve, në vend që të ruanin një pavarësi të vërtetë dhe të dallueshme siç u përpoqën të bënin gjermanët me të tjerët. Strategjia e Aleksandrit ishte e kundërta. Ai prapi kulturën greke në të gjitha anët dhe nuk tregoi
nuk u tregua xhelos si ndonjë tiran spartan, duke mbajtur të mbyllur kulturën e tij dhe të refuzonte ta përhapte atë, duke e ruajtur dhe duke mos dalë kur nga kufit e qytetit të tij. Megjithatë, spartanët e zgjeruan edhe ata nga ana e tyre ndikimin kulturor, duke kolonizuar Sicilinë, Italinë e Jugut dhe vende të tjera, pra kam pasur një kombinim të dyja këtyre varianteve. Çdo popull në çdo pikë të historisë së vet ka një kapacitet që mund të çlirohet ose nga frika e dështimit ose të shtypet. Spengleri, Oswald Spengleri, që ka shkruar një libër madhështor, Rënia e Perëndimit, dhe ne kemi botuar disa libra, filozofit të madh. Rënia e Perëndimit është shkruar në mes të luftës së parë botërore. Spenglerit i mungon, është një shkrimtar konservator, një filozof konservator, dhe ati në fakt i mungon dashuria për qytetërimin, liberalizmin dhe vlerat të hapura, duke qenë konservator, përpiqet të evokojë mbylljen dhe ruajtjen e kulturës vetëm në një shtet politik me një dominancë të një etnie të caktuar, në këtë rast të gjermanëve apo të perëndimit. Le të flasim pak për hynoren në veprën e Tukiditit dhe ngjashmëritë me kohët e sotme, ashtu siç po bëjmë paralele deri tash me kohët moderne. Siç u thash, koha më e mirë për ta lexuar Tukiditin është 18 vjeç, dhe në këtë moshë rinia mund të ndjejë ndikimin e plot moral dhe nihilist të veprës së Tukiditit. Kur lexon Tukiditin, kuptohet dobësia dhe brishtësia e fuqisë njerëzore dhe e përpjekjeve njerëzore, dhe pesh me i përulur gjatë jetës, dhe kupton se shpeshherë njeriu duhet t'i nënshtrohet dhe fatit. Pra, libri Tukiditit të bëm pak fatalist. Në veprën e Tukiditit mëson se duhet lëvizësh shpejt sa je i ri dhe ke pak më shumë kohë gjatë jetës tënde. Por shumë lexues të kujdesshëm e kuptojnë Tukiditin se jeta në fakt është një mashtrim dhe një gënjeshtër. Rinia është një lule që çel për pak kohë dhe pastaj shuhet dhe rezulton në jetën e vet njeriu në një plogështi dhe në një frikë për të ardhmen e vet. Mosha e rinis sjell dije të shpejta, të mëson art dhe shkencë në nivelin e kohës, por këto janë të padobishme në jetën e njeriu, në qoftë se nuk shoqërohen me një guxim të madh në raste të veçanta, kur ka pika të mëdha kthese në jetën shoqërore dhe nuk shoqërohen me guxim dhe me energji. Pra, mosha e rinis dhe dijet që njerëzit marrin në fillim të lullëzimit të jetës së tyre. Në kohëzgjatjen e shkurtër relativisht jetës njerëzore, çdo njeri fiton të drejtën të dalë ke një dritare e vogël dhe të përpiqet të vërë në zbatim skemat e tij për mirë apo për keq. Jashtë kësaj, jeta kalon në pasivitet dhe në nënshtrim, me fjalë tjera në skllavëri. Këto janë
mësimet që dalin nga leximi i luftës e Peloponezit të historianit të madh Athiniot Tukidid. Jeta mbështetet midis të mençurve dhe aristokratëve dhe eliotëve apo skleverëve të cilët punojnë në bujqësi, dhe zakonisht ka patur 7 eliot për një spartan, pra 7 sklever të cilët nuk ishin sklever personal të spartanëve, po ishin sklever të shtetit spartan. Eliotët kanë frikë nga një vdekje e ndershme, dëshirojnë të zgjasin jetën dhe shpeshherë kjo zgjatje bëhet e padobishme dhe pa kuptim të për ta. Zoti jep një përgjigje për paralizën dhe mosveprimin kur ne besojmë tek ai. Mirë të nderuar shikues, me këto paralele dhe me trajtimin që i bëm luftrave të Peloponezit, fenomenave kryesore të kësaj lufte, ngjarjeve kryesore që i përmendëm, dhe gjashmërit me historitë moderne, mendojmë se kemi sjellë dhe kemi plotësuar një kërshëri në mendimin dhe në dijet tuaja. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e tjera të ngjashme në Okult Kultur.